nuk po du me hynë gjyna me Bedri Hamzën, për shkak se e kom thanën edhe dikon, në qoftë se i kemi pa figurat për kryeministër në sytë e me. Figura ma kompetente prej këtyne që garojnë ka qenë Bedri Hamza. Një figurë tjetër që e kom pa fort adekuate, po fatkeqësisht është partia që udhëheq, kish mund me qenë Ardian Gjini. Kështu që për mu këta dy kanë qenë kandidatë serioz. Figura premtuese politike, po. Absolutisht. Po çka? Po, problemi te Partia Demokratike është problem ajo çka po duket, për shkak se u vrejt në fund ditën që u përfunduan zgjedhjet. Nesërmën, ja nesën me nxjerr remnat kandidatëve kush duhet me kon kryetari i partisë. Një betejë e brendshme. Po kjo tregon që deri çat ditë minzi që kanë prit mu kry zgjedhjet me dal Bedri Hamza keq edhe me thonën që kjo kryetari tash, se kjo dështoj. Apo që tregon kjo se kjo tregon që ka sabotim brenda. Absolutisht. Kjo tregon qartë azi. Dhe që kjo rezultat është dhe kjo është rezultat, kjo po, absolutisht. Edhe për këtë arsye kur nuk du ta akuzoj vetëm kryetarin në një partije. Po të them sepse qëndron në ballë, prandaj. Po, na e tham që ai e ka përgjegjësinë, për shkak se ai e ka obligim me nuhat çka po ndodh. Por ai u penalizua nga një betejë e grupe mrena. Po, absolutisht. Duke bërë ngjarje më shumë midis tyne se sa për ta mundur kurtin. E përmena ma herët me ty si thash Kaneka, zona e Karadakut, thojnë kur shkojnë me pav, thojnë avdeqa veta me ka krejt. Po. Alakon. Po. Problemi është që po mdoket që kërkon se kanë lënë. Inshallah na kthehen apo den ata që Zoti Thaçi Veseli thonë. 20 korrik pritet merret ky vendim i rëndësishëm. Dhe se po mdoket që se kanë lënë kërkon. Problemi është që me një parti si Partia Demokratike mendoj që ish dasht me qenë komplet ndryshë, ndëgjëm. Nuk mund është me thonën reformoj partinë dhe po e ndryshoj identitetin e saj. Për shkak se nëse ja ndryshon identitetin, ndroja bre edhe emrin, shqitja emrin, Fera, Ura... Kush e ka thënë të? Jo, s'ka thonë, po ka pas tendenca, ne e kemi pa. Po? Ne e kemi pa, që ka pas tendenca. Si është e mundur që ti po garan me Partinë Demokratike të Kosovës, po përpiqesh të mos identifikohesh me të. Por në zgjedhje ishte një garë e madhe për të identifikuar me figurat luftës, që mbi to të lundrojnë në pishinën e votave. O zotni, a e ke pa të LDK-ja që shflasin për Ibrahim Rrugovën? Gjema një njeri pos Lutfi Hazirit që e ka përjetu politikën e Ibrahim Rrugovës brenda LDK-s. Sa thua? Sot. Kush është pos Lutfi Haziri? Që e ka prek, që ka punu me ta. Çfarë rëndësie ka sot kjo? Ka shumë rëndësi, për shkak se nuk mund të flasësh për filozofinë politike të Ibrahim Rrugovës, veç kur dohet ty, po ti s'ki ide çka është ajo filozofi. Ditën të bisedosh për të, natën të punosh për ta rënuar atë. Sakt. Njëjtë kom përshtypjen është edhe në Partinë Demokratike të Kosovës. Kur jo dohet, ata janë të mirë. Kur jo dohet. Kur s'jo dohet, s'përmenen hiç. Kështu që janë interesa pura politike personale. Absolutisht. Edhe, por derisa këta njerëz nuk e bojnë me bindje, po e bojnë kështu veç pse jo dohet. Një momentum e rëndësishëm pritje të trashës, po them, ose të kalimit kësaj krize. Zoti Hamza, zonja Qitaku, zonja Vjosa Osmani, Lumer Abdigjiku. Edhe tani flasim për nevojën e formimit të shpejtë institucioneve dhe se Kosovës si duhet një kompromis e konsenzus për formim të tyre. Jo vetëm zgjedhjes temës presidentit, po flasim për nevojën indirekt një koalicioni të nevojshëm për formim qeverisë, kuvendit të zgjedhjes temës presidentit. Ndërkohë, partia fituese, që mundi të gjitha së bashku, nuk flet fare për të punë. Është një paradoks llojit vet. Humsit të zgjedhjeve,
nga rendin për të bërë thirrje e partisë fituese e janë merrna në qeveri. Sepse kjo i duhet Kosovës. Cili mesazh po e çojmë kështu? Çfarë ka po shkon ky proces? Albin Kurti para se me fut në zgjedhje na ka thënë që kemi me shku prapë në zgjedhje. Po ka thënë. Po. Edhe unë po e shoh përpjekjen e tij që ta bëj atë. Pse po e them këtë? Dëgjon. Albin Kurti e ka buxhetin deri në fund vitit. Po. Ai vet tha, kryeministër jam unë, presidentin e kemi. Në te dalim punë, na? Te na dalim. Ai që s'delin punën e jo? Jo, po, ditën e mirë. Do më thonë këti si interesant deri në fund vitit me mujtë e me shtyqë, kështu. Çfarë lloj politike është ajo që ndjek PDK e LDK ta zëm? Po çka duhet me bërë? Çka duhet me bërë shkretat? Çka duhet me bërë shkretat? Po apo kupton për çka po flasim? Është përgjegjësi e fituesit kjo si do të shoh? Kjo është përgjegjësi e fituesit, po është, dëgjon, partitë opozitare në demokraci e kanë për detyrë mos me leju me u përmbys rendi politik dhe rendi kushtetues. Kjo është e rëndësishme. Po betejën duket që po e bëjnë më shumë në sytë e njerëzve për pushtet. Po sakt. Dëgjom oret ngam se pra po e përsëris. Hala pa u kry zgjedhjet mirë. Dalshin emnat e njerëzve kush duhet me kanë kryetar. I PDK-s. Hala pa u kry zgjedhjet mirë. Dalshin emnat për çka duhet me bë Lumir Abdigjiku. Dhe unë jam një prej atyne që ka shkru që duhet me mendu këto parti. Edhe unë e kom pas një postim që duhet me mendu këto parti rikonfigurimin. Po, pyetja është, çfarë rikonfigurimi po do me bë? Po kërkojnë koalicion PDK dhe LDK indirekt. Jo, unë e mendoj që për me dalë prej krizës ky vend pa probleme, po është mungesë e besimit me strukturave politike. Është shambra e besimit vërtet. Po për me dalë prej krizës, që janë tash i numrat, se na e sistemi numrave, mas mire kish me qenën PDK. Për shkak se nuk ka nevojë me kërku. 50-51 deputet në base mund të ketë, ende është në proces numërimit votat diasporës. Deputete VV-s, deputete PDK-s, deputete pakicave jo sërbe, edhe përfundohet. Me numra bëhet, mund të bëjë edhe në shkurt. Edhe një detaj tjetër, që se po mduket po na mungon guximi me përmend. Po në funditës edhe lista sërbe është njësi kushtetuese. LDK tha se me ta nuk bëjmë fare. Jo, veç ta sqarojmë për qytetarin, se këta po na marrojnë filma neve. Mbi atë tregim dhe fituan. Dëgjëm. Lista sërbe, derisa VV-ja ta çon dorën KQZ, mi ia dha buxhetin me e certifiku, është njësi kushtetuese. I vetë me Zoti Gjini tha që ne opozita duhet bëjmë bashkë që të japim Kosovës qeveri. Tjetra, çka është e rëndësishme. Në LDK dhe PDK nuk ekziston ky disponim. Po jo, për shkak se këta e kanë frikën e kostës elektorale pastaj. Pikërisht që ky rreziku. Gjini ju tha Ardian Gjini, kryetari i Aleancës. E janë të bëjmë bashkë. Opsioni për Kosovën politikë. Ndëgjova. Po çka pastaj për shkak se neve na duhet presidenti red. Këto zgjedhje janë majtën për president. Ne tha kemi Zoti Kurti presidentin. Kemi qeverinë, ai që s'po punon në shkullande. Atëherë pse shkum në zgjedhje? Mos i pas shkum në zgjedhje, pse na çove në zgjedhje me pyet Zotin Kurti? E ka penguar kjo votë në rënje Zotin Kurti, si e pat unë mendoj që e ka prit. Prezantimin e tij, 130.000 vota me pak. Unë mendoj që gjithat fitore të mëdha që e pat, edhe në këto zgjedhje nuk shihej se po e përjetonte si fitore. Unë mendoj që e ka prit Zoti Kurti. Unë mendoj që e ka prit këto, për shkak se dëgjoj nuk është, edhe ai e din që nuk është më ai entuziazëm që ka qenë për to. Është një analizë që thotë se faktori Vjosa Osmani pati ndikimin e saj. Një 3%. Jo vetë në LDK, po edhe në këtë kontingjent të vota, nëse nuk kanë dalur njerëz në zgjedhje, nëse
Mbasi mund të jetë rezultati a i e din sa frustrimit që kanë krijuar këto dy figura mes mu vetë. vetë një prej militantëve të LDK-s, që është për një me militant kësaj i vjetër, më tha nuk dal me votu. Qëtu është, mos ta përmendë se mundet afër që të e ke. Që kishte votuar binomin Kurti Osmani. Po, jo, ai militant i LDK-s, kështu i përbetum i LDK-s. Që kush do, po këtë herë tha s'dal me votu. Pse e kanë kthy Vjosën? Ka dhe të tillë, po. Në anën tjetër ka pasur në rast kur më ka thonë nuk dal me votu se Lumiri e ka pru Vjosën për me pështu vetën. Edhe ky rrëfim ekziston në atë habitat të votuesit. Kështu që gjithë çka ndikon te votuesi. Krijohet mozaiku. Për këtë arsye unë po them, në qoftë tash te PDK-ja po dal, çka është e rëndësishme. Në qoftë se te e ki u QK-n në gojë, në qoftë se te me thu që partia e Shimthaqit e Kadri Veselit, po e fut në pari të partisë dikon që s'ka ide as çka është ta Shimthaqi as Kadri Veseli. Po e ke fut për shkak se ty dohet personalisht mrena partisë. Po se lidh kur gjë me PDK-n, atëherë ndroja dhe emnin. Në partisë. Po dhe që s'paku... Për këtë arsye, kur po flas për identitetin, është një temë pak ma e thellë se sa që e mendojmë ne. Nuk është një temë që apo një simbol me cilin ti del edhe i lyp do vota dhe që ato i përfundon. Për shkak se në fund të ditës, ndëgjë, neve si votues, krejt çka bojmë, ne i japim besim dikuj. Sakt. Kur i japim votën, ne ja japim besimin dikuj. Kur nuk kemi besim të dikush, o nuk dalim, sikur që ka ndodhur, ose i japim votë. Që po i bie që 63% e njerëzve nuk kanë besim.